Qysh po duket me që nonën tjetër? Unë jam Valen Sanhasi, kom trajnu për 1.500 njerëz. Baba. Po, në baba, në gjyshë, që jem sukses i mrena natës, hapitën, që me kriju përmbajtje, inspiruese për tjetë. Në vjelli zanat të i për shumë. Unë e kom jetën pak si slumdog milioner. Përshëndetje, unë jam Jeta Zagraja, sot në intervistën e radhës jam me zotin Valen Sanhasi, themelus e Hallakate, shkolla AI edhe Trego. Valen, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta jetë, faleminderit për ftesën. Gjithsesi, kënaqësi, çush po duket me që nonën tjetër me t'i bë dikush tjetër pyetje se zakonisht ti. Zakonisht është shumë mirë, po duke qenë që jam të bu me ty e halo më mirë. Faleminderit shumë, unë tu mësu, pa ta lak mua atëherë për eksperiencën në Trego me ty. Valen, sot pi flasim trive të Kosovës për rrugtimin e ndërmarrësisë me ndo mësime gjatë rrugtimit me ta të cilat i kemi kaluar e te disa për kolegëve tonë. A mund shmë na tregu pak një prapavi tundën edhe një snapshot të kompanive, numrave, ku jemi, që e të po? Okej, unë jam Valen Sanhasi, themelus i Hallakate.com. Fillimisht si social media agency, pothuajse e para në Kosovë, kështu në vitin 2016, vitin tjetër i bojna 10 vjet, edhe mrena kësaj periudhe kena përjetu krejt senat që kanë një biznes mundet me i përjetu, ose disa bizneset huaja që si përjetojnë kur, duke përfshi edhe luhatjet në treg, edhe luhatjet në algoritm, platform, po edhe Covidi, edhe krizat politike tjera, cilat ndikojnë zakonisht në industrinë të cilën punoj, për shkak se marketingu është tani parë që ose nalët ose bllokohet kur ka si kriza të caktuar. Kështu fast forward, ndërkohë kemi dalë në zyre objekt madh bashkë me Pixels Telegrafin, edhe kemi bu një hapësinë që quhet Hapite, që është Hallakate Pixels Telegrafi shkurtesa, se jam e bo hapite e atë të piha, kështu që e bëna më hangër pite, dhe aty të ushtrojmë aktivitete ndryshme, krijojmë përmbajtje. Paralelisht, në të njëjtën kohë, ju kom bashkëngjit thirrjes të Ardian Hoxhës me u bo co-founder në Keretsu Forum, Southeast Europe, pra me bo rjetin e parë të investitorëve Enjoy për me push këto startups, edhe Trego podcast të cilin e kom nis kryesisht për me kriju një platformë për me promovu njerëz të cilët kanë pas sukses me resurset Kosovës. Pra ideja është më ardhë me tregu rrugtimin e tyre, pak kështu ma format personalizu, edhe me lënë gjurmë, një farë oral history të njerëzve, sepse që se kthesh një histori të ne nuk mundesh me gjetë përmbajtje për ndërmarrës apo ndërmarrës e këtij vendit, kryesisht kanë bëj me lufta, me gjendje të rana, lajme të krizave, po jo diçka të prosperitetit dhe zhvillimit, që realisht ndikon pak edhe në motivim edhe në inspirim për djemë dhe vajza të reja me shty përpara. I kom trajnu për 1.500 njerëz në social media, kështu për i shoqënisë edhe rrjetit më atribuohet titulli që unë e kom kriju këtë industrinë e social media. Baba. Po, në baba, në gjyshit, është se mu kesh me ble dhe lullet që me bëjë syrën si te, a i ke fanë si podcastit, dhe tha, Gjivalen, tha unë të këshyri podcastin, edhe kështë mu nalë fryma njerë, dhe. Që më të thotë Agji, jo që më të këshyri podcastin. Agji, vërë, asi. Kështë që, pa unë që kjo është në nutshell, që ka bëj edhe qysh është ty, working hard, të i graj çdo ditë. Bashkë pas e marrë të doon, ideja është se sot dul promo me podcastin e presidentës edhe veç fillu reagimet e para, edhe pëthëm Ylkës Grus, pëthëm, unë krejt që do i kom para pa, kështu i kom envision, edhe ne i kom ditë sa kur qysh, bile të edhin se je ofër me mu, edhin që s'jem sukses i mrena natës, po është rrugtim, e shesha sot feedbackin që veket, ja, ma në fond e realizove, e mrive, shto kur na ki thonë, para 2 vjetëve e ki bu, kështu. E kështu që krejt që to që i kom
paramendu, jem të i bu me 1 vjetë vënesë, po dhe ideja është që jena në rrugë të mirë dhe vitin tjetër allakati i bën 10 vjetë, kështu që me 10 vjetë menoj që çdo biznes Kosovë, edhe kështu me librat menaxhmentit dhe tjera, dihet kur të mrin 10 vjetë, i kalu krejt ato krizat, mundësit për dështim si një startup, që është komunisën në një kohë kur atë kohë thëshin social media është për fëmijë, edhe Facebook i fëmijë, siç po thonë për TikTok edhe, po ideja është që I was making money me çato. Shumë mirë Valjan që e preke pak unë nasionin prej ekipeve që kom kriju në 19 vjetë e fundit në marketing, nuk e kom pas dikën që se ka kalu në i trajnim të kështu që faleminderit shumë se aty impakti definitivisht ka qenë shumë i madh për me dhonë disa aftësi kështu shumë konkrete, shumë lehtë të materializueshme dhe produktive kështu për tregun që na i duhen secilës kompani. Kur e vendose me fillu hallakatin ose dhe tregon ma vonë, çfarë probleme ose mundësie kështu pave në treg që the me çfarë po du mu marrën? Unë jam me fat, dhe konsideroj vetën shumë me fat se unë pasionin tim e kom kthy në biznes. Pra unë kom duket që punoj. Do unë dje i kom pas 4 orë gjëm, sot se këshyra, që të këshyra ishte 8 pasna, e pasna kompenzu, e kom kompenzu. Kështu që ideja është që unë jem i udhëhequr prej kurreshtjes, edhe ma kanë cilësu edhe shefat e kalum për kanë komponu që e kom pak me t'le me këtë thinking outside the box edhe creative thinking edhe fast thinking, që ato ma mundësojnë mu me marrë me sprovu sene. E dyta, një sen që ka pas tepër ndikim mu, ka qenë përzgjedhja e shtetit, Departamentit Shtetit Amerikan me u kon pjesë e programit IVLP, pra International Leadership Visitor Program, që kum pas fat me shku me vizitu 70 shtete në Amerikë, duke përfshi edhe Microsoftin, Google, Ernst & Young, Google Ventures, edhe shumë shtete. Edhe atje kum vrejt se Amerika udhëheqet për komunitetit, do më çdo sen fillon prej komunitetit, edhe ajo hierarkia, po edhe kontributi në pi lagjës deri në shkollë dhe në biznes. Edhe që ajo tani ma pat jep që atë drajvin që unë duna me bëbo një farë përgjithësie që duhet me bëbo diçka për komunitet edhe me shty. Edhe për ata që më njohin e din që jam tepër aktiv në këtë sferë, tu kontribu kohë, energji, edhe tu ofru hapësinë për krejt, edhe kështu filloj podcasti. Do në podcastin e kom menu në 2019 me Enis. Tani gradualisht qështu të e prit momentumin, të thonë jo mësë është herët, edhe kryesisht e pa ta bo për shkak se në një periudhë caktuar kohore të na, për shkak të që i thonë në gjakovarëve parëve qëllë, janë nisi gjithkush mi thonë vetit ekspert, do në ata që ishin e për projekte, donatorve, e thërke një shok, një shoqe, e thëke hajde puna që të se te e banë, edhe tani të qysh dvike i nati, edhe të e njoftën e dikën që është për shembull si ti shpat që ki bo sene, që ki kry, po që se ki pas ndoshta të ekspozume në qatë mos, ose Hana për shembull që sot është në 30 shtetet botës me shkolla digjitale, ose që ka një smërgimi, ose Rasimir Laku edhe këtë të tjertë, me pa qatë personin mrapa që ti funksionin në formë me thonë. Edhe sot është dëshmia dhe në 51 epizoda që ka feedback prej krejt botës. Të edhe edhe vetë që e konë misafir çfarë feedback i merë, se merë malë sa di ku më bëshim hajgare, e unë jam dalë në Rubikon çdo natë, edhe dhe shoh kjo është këtë audiencë tjetër edhe. Kështu që ajo u konë pse e kom nis. Hapitën njëjtë arsye, me bo një hapësirë ku njerëz të folin, për shembull kena pas tema që me bo parë me Airbnb, që me dalë me vrapu, pra veç me kriju përmbajtje inspiruese për tjerë. Për shkak se kur unë edhe te i konë në shkollë, neve varë kry që kush nga ka kallëzu që me smeron mina. Donë që ajo është konë mësimi vetëm na që e kena marrë. Tash, kur e kryon krejt qëtë platformës që tash edhe ti që po bën, është e jashtëzakonshme për shkak se ka vene ku mundesh me u referu edhe me pa edhe me mësu. Pra veç fakti të na që unë i kom trajnu 5.000 njerëz, po ja kom
transferu një farë mindsetin ndryshe të punës, vlerësimit, angazhimit, gjanave tjera, plus hapitja, tregoja, po edhe me Kerecu, atje që mundohëm i shti njerëz me do ndërmarrësi, sepse adin është nalë qaj hezi i njerëzve që marrin guximin për me depërtu. E shpresoj që kjo punë që përbojmë na sot është ndikon me nis. Nuk është lehtë, po ideja është që duhesh me provu. Mi ke qelë shumë pyetje pasuse që po du me i bo, po du më nalë të eksperienca... Mu për gjysore më ki pagu. Eksperienca jote në Amerikë, qysh po e potencan që shumë gjana lindin për komunitetit edhe unë mendoj që edhe ti flet shumë për këtë punë, shumë shpesh në për postime edhe në ngjarje tjera, konferenca. Qysh e sheh komunitetin Kosovë që frymën e bashkëpunimit, të produktivitetit, qa dhe qoftë, me ashtri dorën njëri tjetrin e qysh ka evolu në ndër vite se moti je? Po, është po në qitash, mas 25 vjetë liri, sole menoj që qitash ka fillu mu buaja qkapja kryesore, që thamon e midis 70 shave dhe 80 shave, unë jam 82, edhe po menoj tek qitash na kena me paqet rezultatin e angazhimit punëve tona, për shkak se 70 shave për bindja jam, 70 shave për shkak të situatës të cilën kanë përjetu dhe kanë qenë, ata janë konë ata të parë që në largu për shkollave seneve, gjithmonë kanë pas mungu një farë protagonizmi me kallëzu që ata janë, kështu që se i shet që ata njerëz në qëto pozitat që të komunitetit, i shet që gjithmonë e qisin vetën të parën, folin për vetën e parë, ata janë kështu mballina, në postime, në fotografi që dalin në Facebook, Instagram për eventeve, ata janë të partë. Kështu që është një farë qasje pak palidhit, so që sot po vret që s'kan efekt, janë i sprej odave, shoqërisë civile, krejt tjerve, do nuk kanë kur farë ndikimi, kështu, dhe nësë nuk mujmë i mbledh as 20 njerëz. Për shkak të si rezultati që sajna. Që se ti shkon punon në një mënyrë ku ti jep hapësinë të tjerëve me folje dhe i krijon kanale ku ata shprehin veten edhe e fiksojnë që të farë bashkëpunimi, atëherë njerëz kanë me mujt me bo. Po unë kom zgjedhur një metodë jo kështu tradicionale, unë kom kështu pak ma direct, unë kom ekspozu qëta, tu janë një sprej stikut ku jënë konë punëtor mas pari, tani antar bordi, tani kryetar bordi, do unë kena mledh komunitetin, i kom kalzu që hej këshyre se qëta duhet me bojt që kjo është rekomandimi jonë, e kena marrë avokatin edhe aty normal ka kërsit ego personale edhe që unë po mënej marrim vendimet cilat sot tash na i shohin pasoja, do nuk ka kur farë ndikimi. Tani kuptimi i demokracisë është shumë interesante na. Do në demokracinë e kuptojnë që kjo e drejta me votu dhe me shprej mendim, por nuk e kuptojnë që demokraci do me thonë edhe mundru edhe leadership edhe menaxhmenti e jo më kondi kush aty që i zëdjet. Fatkeqësisht na edhe në projektet që kanë të donatorëve të ndryshëm kanë hi me punu njerëz që kanë kry shkollë jashtë, edhe që me standardet jashtë të vlerësojnë një vend këtu të cilin nuk e marrin as parasysh këto ndikimin që na kena pasi grassroots për me zhvillu as nuk kanë konsultu. Për shkak unë kam vot dam tepër shumë. Se si donator bëj këtë për social media, edhe bëj me ish staffin tim, edhe e ulshin çmimin. E kështu që tash janë harxhu krejt këto, që nal parë të donatorëve, është kriju atmosfera për me fillu prej fillimit njerëz me bo, edhe qaj që e ka pas konsistencën del pa. Ata që e kanë pas show-off bin, edhe unë menoj që tek që tash po fillon realisht kjo pjesa e komunitetit me u ndërtu, po edhe që kjo që për shembull dikush si unë, që walk the talk, për shembull unë të hanën intervistoj presidentën e vendit podcast, të ejtën bona moderatorin i konferencës, edhe sot vi këtu me ty, mas te kom podcastin tem tjetër me një prodhues vendor, i cili eksporton 18 shtete, edhe jam panel me fol në një event tjetër. Pra, unë investoj në pikos tem për me u ekspozu që dikush me pas si referencë, me thonë, që kjo e pas ka bo, që kjo e pas ka bo. Edhe po mojshë me bo. Edhe po mojshë me bo, që kjo është kryesorja, tash nuk është lehtë, se secili gjen ato ups and downs, po ideja është që
komuniteti nuk ndërtohet me parë. Ta shpeshojnë në Shqipni pak, edhe po ka shteti shumë parë ka jep, edhe po krijohet një varose bubble që na kena përjetu para 12 vjetëve. Në fund ditës apet ka me mete ata të cilët lojnë gjuhën ka pak, që kanë kështu incremental growth, po që e din që kur të fol valoni për çet punë ose çfarë di dikush tjetër, ti e din që hej, ç'kjo është kështu se u bë eksperiencë. Po fol për eksperiencën se din. Kështu që çaja mund ka befasu në Amerikë tepër shumë, kur e kom pa qit mindset, edhe që qëre se community nuk është diçka që është si sarilloki e lija ujë që kryhet, edhe është ideja që do është non-stop me kontribua dhe me shty dhe me bo për para, edhe që të vynë me i bo qëto sene. Okay. A ki haskëshën skepticizëm edhe në pengesa për ekosistemit për njerëzve, qoftë tash kur e fillu të kerecu, së është diçka shumë e re, është edhe në Ballkan, ka shumë pak angel investors dhe ekosistemi investimeve, sidomos mungon në mas të madhe. Në Kosovë nuk kemi pas ma herët një grup përveç individëve që nështë kështë sporadikisht kanë investu aty këto. Qofë më herët me halakate kur nështë nuk e ke pas konfidencën edhe eksperiencën e ndërtume, si kur tash në këtë venture të fundit, ose me trego edhe që jeti kalu që ato. Qëre, unë një nasi dikush që paka shumë e bëj kështu build in public, pra unë jam shumë vocal edhe në social digital ka zë që u bëj, edhe ka erë bën mirë, ka erë bën keq, ka erë gjinja më qyri kështu statuset me fore, kish në menojnë që jam qështu hajgarizji jam, po e kam edhe këtë anën tjetër, po qëre, është ven i ndërtum qështu. Do unë kur kom vendos me qelë halakatën, njës kanë thonë për të zdin marketing. Të IT, edhe qështu të na kur dojnë me të poshnu që si emna qese. Unë jam gjenerata e dytë të cisë inxinierë në Kosovë. Po jo, po të din me kompjutera, po din. Po. Edhe që kjo është ideja, kështë marketingu është diçka ma shumë. Po une e pat apo që të shkallësi dhe aftësi të punu një jeta në Kosovë, me jeta gjallën dhe fajkis pa ion. Unë ato e kom vrejt që kom mundësi me bo sene, me mësu, me vjedhë zanat të i për shumë. Na këna pas fati me punu me njerës bashkë shefat njëjtë edhe unë jam sëd 1% përbomjës të emë është Armen Malazov, është Fajkis Pai, për cilit ku marrë është jeta gjara. Unë arsye pse del podcasti i mirë se u konte mastermindat e content creation që e kam bo. E normal që gjithmonë, për shembull thëshin ti si gazetar me bo, edhe ti s'din marketing. Edhe tani, dyshysh, unë i mersha si sfida, tani vendosa me bo ato basqikat në zvardhën ftyrën, edhe ajo erdhë internetin. Edhe 5.2 milion results i kin Google kur të lyp, edhe u bo free. Edhe tani, kishte koment sot që fituat medalje, thënë bravo në zvardhën ftyrën, për këti popullit lashtë e lerja këna ndru pak mindsetin për qika tona që janë të sukseshme edhe që din migra. Tani, s'mjaftej që ajo e banëm 100% prodhim vendor, tani e banëm prej sot gaditën, tani, që se sene tani vishë dëshmu, tani u bën kampanja shumë mloja me brendet mloja me të cilë të në bashkëpunej, edhe një forme e fitova të farë akreditimin e rrethit që popull apo bëj kam bo kësishne. Kështu që për çdo iniciativë gjithmonë ka me pas një koment, gjithmonë ka me pas dikush që fol, po nuk do me thonë që dush me nalë edhe me bo. Unë e folja në një turizm Prizren, me ndërmaz dhe ndërmarës të reja, i thash që do thash, unë e ka ven Prishtinë, kur hi unë që unë krejnë kom. Ka ven Prishtinë kur hi unë, s'livrit kërkush, ka ven Prishtinë ku hi, ku kush se dinas që ka bëja s'tek bëja si. Thash, po ka ven ku munon edhe me të minu. Prizreni thash në ven i vogël, komunitet i vogël, mos i ngani llafet se ndikohet, dikush krepën ndikohet, dikush ndikohet për një like, pse s'pja bën, apo ose s'ma ki bo share. E kështu që ideja është që s'bën me kriju që të mendësi që kur të thot dikush diçka me nal. Është një quote shumë e mirë që thot çaj që punon kritikohet, kështu që ideja është me u fokusu pak ma shumë rezultat se në punë, se ka njerë mund është mi bo të sene shumë shpejt, po për ty do kontleta, po për dikon është shumë e madhe. Po unë gjithmonë e citoj Visar Dobroshin, ma pa të thonë një fjallë, edhe në këtë llojin e biznisit Kosovë të na është që një ditë nxjerr javën, një javë nxjerr muajin, një muaj nxjerr vitin, kështu që më sunal për 200 gram
kritikë ose fjalë ose diçka tjetër. Sidomos nëse je si unë gjakovar, të na thonë u bune ti me bosh se atë. Valjan sa djeme të full për rezultatet. Edhe më unal mi shtjelu dhe pak që ato mi bu pak ma konkrete. Jena bombardum prej kontentit gjithë farë loje që pëkryon kryesisht me AI, qoftë video, qoftë me shkrem, qoftë voice, podcast types. Suksesi I tregos është I prekshëm, është I matshëm, është shumë vizibil. Qysh ke arrit në krejt qëtë hapësirë, do më thonë ku këtu ka jashtëzakonisht shumë konkurrencë me mujt me shty tregon me pas këtë vizibilitet, impact në shoqëni kështu me targetu, me I thith edhe ndërmarrës që ulen me diskutu me ty, po ka shumë vëmendje. Po, do në konsistenca e para, do në unë e kom vendos me bo edhe e kena bo sezonën e parë. Do në kër e kena një sezonën e parë, e kena bo 3 epizodet e para me ka 35-40 minuta, bish me këshyrë a e blen audienca. Edhe që ajo struktura. Unë menej që sekreti është struktura e pyetjeve, edhe që është shumë a shumë vëmendja të mysafiri se sot e une. Do unë asnjëherë, do unë 51 epizoda nuk e reklamoj vetën, nuk fuli për vetën, nuk mirë na unë as kur gjë nuk po kështu që ja dho hapësirën edhe për shkak të setupit të cilin është bo, vëmendja është në ty komplet. Edhe të na si popull nuk kena shprehi me thonë faleminderit dikujt, edhe që se ta kryen edhe një punë caktuar ose bën diçka për ty, për komunitetin përgjithësi. Platforma jam për krijon çat efekt. Pa vedije e ka kriju çat efektin të cilin njerëz që në ardh I kanë shkruajt rrethi, shoqënia, familja, sepse tregimi është personal, edhe çajo tani e ka bu mundi mirë edhe po ne disa e kanë bërë share në Facebook, Instagram, nga thonë hey, kesh podcast shumë mirë. Tani çajo audiencë aty në njerëzve që I ka besu çati vlerësimit ka pru halo më shumë audienca Koreas. Edhe tashmu prej krejt botës më thirrin, shkruajnë, apo që ka I pëlqen. Tash çka ndodh? Ndodh që 2 pyetje shqiptarët I kanë kështu që ja lën lukthi. E para që të bu parë për kësaj. Unë s'bëj parë, jetë. Ideja është që vlera që e sjellë s'ka parë që e pagun, për shkak se dikush dikon me një vend inspirohet edhe thotë edhe ka ndodhur 100 herë, domethënë thotë faleminderit na ke bu këto ato. E dyta ka të bëjë me çfarë qëllimi ki ti me arrit me podcast, ato me him politikë, se si ti thush s'po vi para, atë. Why you doing this, atë. Edhe ka plot që thonë, hey, për hi aty për shoj, ka 5.000 views. Po 5.000 views, I thëm, me hi me ngu një personal story që mesatarja është diku të 25 minuta në YouTube, në kanalet tjera është ma e gjatë, në Spotify e tjera. Me ti me të ngu dikush, është si me mush, s'po di çfarë sallë kena na me 5.000 ulse. Do në Bramizi, s'po di ai ka 5.000 salla sport, dhe Diego në ndështa. Do në ty me, s'mi hi që ty me folë. Kur të më thoni mu që shtë, unë gjithmonë jari kujtej, a për din që më valoni, apo do unë me I bo 1 million views, that's my business. Po ideja nuk është me I bo 1 million views. Ideja është qaj që e ngën me konsumu, po ideja është high intent content. E kështu që kjo strukturim, edhe që kjo mënyrë e distribuimit, ku e mbroj mesafirin, pra nuk shkoj me bo asë montazha të klipeve, që se I këshyrë këta tjerë që bojnë podcasta për shembull, edhe content gjajshëm, gjithmonë e qesim vetën sekundat e parë tani e qesim mesafirin. Unë e kam 99% mesafirin 1% në dalë aty si frej mu ditë që s'o ka funë me muri, po me mu. Edhe e mbroj qatë komunikim, pra është premja kur bëhet in and out, pra bëhet pyetja përgjigje, pra nuk dalim prej, për shembull më shumë e thonë, ti kur falshe për miliona. Edhe me marrë me premje qitë për para që ata, dhe me thonë, kështu tani me jap kejt vlerë tjetër, po qajo e ka bo të mundshme. Edhe ekipit cili më ndihmon me bo podcastin, e dojnë e konsumojnë dhe I rinë gati, kështu që qato sene. Po përvoja janë paraprake, në kallzo.com, e bën që une me mujt me realizu ma mirë, ma shpejt, ma letë. Për shkak se
që është i shti hunë gjithë shka, kom qef me provu me mësu gjithë shka me punu, ju më hikë, mësu që është punon kamera, që ka ndreqimi, që ka është lower third, që ka është shfenk majtë, shfenk djathë, edhe ke që zësene. Në ke hupë qëto. Po, kjo është për gjermanishtës, kamermoni me thonë hinë të majtë, hinë djathë, edhe në ase. E kështu që ideja është që kurioziteti që kom pasur në punë para prake, është pak a shumë që kjo që ka e bëjë. Unë shpesh edhe në trajnime thëmë, dhe unë e kom jetën pak si Slumdog Millionaire, pra filmin kush e ka pa e din, i keti din përgjigjet në pyetjen e quizit kush do të bëhet milioner për shkak se i ka përjetu. Kështu që unë i kam dikon 30 vjet që punoj, edhe çajo është ideja që ka bëu drive. Tash unë nuk e mas me pare, unë e mas kryesisht me ndikim edhe me çato që dikush thotë hey faleminderit se e ki bëu. Mendoj që me bëu pare është skill, kështu që ata që bujnë pare kështu shumë okej. Unë e bile edhe që tashë një panele për menda, kër e kom posë mërgim të sahanin podcast, kër e këshqyrë tjetë podcast, e shetë që është amazing, edhe në kështu, po unë e qatë ditë i kom posë 2 euro në gjep. Do unë, biznisi, familja em, cash, i kena posë 2 euro. Tash me kartira, po Po, jo, heq, po me minusa, me mujtë dhe me romë plus. Kështu që du me thonë është që unë se kom nalë, adin, despite që ki posti situata, ku është dasht me rethink, qysh me bo, po unë e kom pas qëllimin shumë nalt, edhe e kom njek, edhe e kom pas kjartë ku po du me shku që du me bo. Ja. Valjan për i krejt storjeve të suksesit, mësimeve që ti kanë ndonë ndërmarsht në Trego, që e në disa që i kishe vequ kështo për ndërmarsit tjerë, sa prej tyne, nështë ta ke mujtë me apliku me marë t'i qka, më thonë, që edhe unë duna me këshu një që drejtem? Po ke edhe ideja që e shkujtja një ditë, thash pranëna me pas dikush që mirët me hullum tem të shprehive, behavioral, edhe thash me himi ngu këtë podcastan, edhe me identifiku cilër që i paterni i përbashkt që këta ndërmars të Kosovës kanë sukses. Po tani, thash... Gjine vetë. Po, tash, ja unë e kalu me stafi ka transkriptu komplet me Shqip.ai, edhe du mja jep AI që detyr edhe me marrë me e gjithë. Po, jënë dësene shumë, kështu ndështë ati këllojnë klishi, po qaj që e kom vrejt të se cili është qaj gudzimi që duesh me pas, edhe tash që kesh në BPP e BRD panel, edhe në tha qka i rekomandon ndërmarsve 3 që duhen me njës biznes, unë e thash vishë një fjallë, mi anis. Veç mi anis, dhe unë kërkosh nuk mund me të përgadit për çka të ndodhë dhe këse. Kështu që shumica për këtëne e kam pas gudzimin me nis me sene të reja që ty s'ta ka marrë mendja. E dyta konsistenca, pra konsistenca është tepër e rëndësishme që me uqu çdo mëngjes dhe me thonë, okej, çka unë më e bëj sot mas mirë për kohën, kushtet dispozicion, që i kam dispozicion, po jo me hi kështu wishful thinking, po just hin mere graj. Edhe shtyje për para. Atë veç për shkak se ti këtu të veç e din, presidenti a ardhë në podcast, masi që e kom ftu që 2 vjetë diçka, për shkak se unë ti kemi pas dark me to në Lisbon, edhe që thojnë këta lapjan, ja kena anglatis se çka na vynë edhe çka duhet me shty për para, po unë si më shgërnjy që s'ka arë që 2 vjetë, edhe unë e kom shfrytzu momentumin që kur t'jen me marrë me nëzirë ma të mirën, çka është e mundshme me pa, çka është mindseti i presidentës, çka është mënyra që punon ekipi i saj. Edhe tash kur ndërlidhen me 50 epizodat, ti ke me pa që është një pattern i ngjajshëm të secili. Kështu që çto janë ato mësimet, edhe qëllimi realisht që kjo kon që ti më mujt me ekspozu, që secili me marrë me vlerësu dhe me gjetë vetën se në çka funksionon. Se që se aden dvy një kohët me të motivu mi gra punëve, aden lesës si e për që punë, aden se do është mi gra valla. Edhe gjithsesi impakti i podcastit është shumë i vrajtshëm, është mu shpeshëm vi njerëz në intervistë, faleminderit për këtë punën që i bo. Të kom thonë, benaj që unë të kom thonë disa herë faleminderit,
se mendoj që ka për me shumë kontent me vlera aty, që po na duhet që për me inspiru qatë vlerë, qatë pozitivitet edhe qatë perspektivë me patri. Qajna të synu me bu këto, jo me bu konkurencë tregosës e medjave tjera, po kjo është vishë një projekt me një fillim e një mbarem që me bu një impact shtes. Po së në mbën të hijo në është. Ja, ideja është që kë full cycle, edhe se e pata një pyetje dhe që shpo mund është mirimi bo kejt, edhe unë dhe isha ngëm për para, edhe që si lexon librat, thëshin që të ja ki me udhëheq me mendje, ja ki me udhëheq me lukth, adhen që thonë ase. Edhe adhen gjithmonë s'kom fet në asnjëon, gjysh as nuk u kon me lukth, as nuk u kon me mendje, u kon i varë kombinime, tash s'fundi e kom gjetë një artikull që e spjegon që ka njerëz që udhëheqen me energji. Pra, që se ti ki energjin, ti kime mujt me shtyr me bo çka dush për para, edhe mënyra qysh e spjegoj ke ai autori, që s'më kujtohet emri, dhe është logjika e atletëve, do në atlet përgatiten çdo ditë për një olimpiadë që është çdo 4 vjet. Kështu që ata çdo ditë ushtrojnë bojnë, po që se ka energjinë e mirë çatë ditë nuk mundet me pas sukses. Për çdo që ajo atë me kështu builds up. E unë e di që vitin tjetër kam e shpërthyr se i bëj 10 vjet edhe tani është këtë drive tjetër, energji tjetër, ja po buna deputetet, se tha, cilën punë e AI s'ka me prej, këta shvalloj deputetin, të na, kur? Sigurisht tash ju bjen edhe më shumë me punu me, ke qenë gjithmonë i angazhuar nicë kë startupet e tua, por edhe punën tash që bëni me Kerecu edhe vlerësim të startupeve me investitorë. Çka po sheh kështu si sfidë më të madhe që kanë ndërmarrësit? Çfarë këshille pja u jap pja? S'ka startupa, do nuk ka, fatkeqësisht nuk ka. Unë prita shumë tash që mbyllët USAID, që do njerëzve aty që me shumë provoj pune, që kanë shumë informata, që adhen i hin ai zeli i ndërmarrësit edhe fillojnë me bo ekip edhe me ndërtu diçka, po deri tash halos ndodhin, ndoshta është shumë herët, po që aty menoj që edhe gjeneratët e reja, se tash kemi gjeneratën e rejtë që po diplomon që e ka këtë fëmirin në liri edhe në teknologji me telefon internet, me frigider plot, menoj që ka me dalë dikush pëtune që e prishat far comfort zonin edhe që bën diçka. Dallimi është shumë i madh me Shqipëni, me Malzi, me Maqedoni, na me Kerecu jena prezent këtu vende, edhe e shohim që edhe me legjislacion janë shumë fish më përpara se na, po edhe me ekosistem të ndërtuar janë pak më të pjekun në kuptimin e organizimit, komunitetit, njerëzve, të na është që ajo fillim e patën një probleme që kush është Valent Sanhasi, kush është Ardian Hoxha mu marrë me këtë punë, edhin, po që tash Shqipëni është pranuar shumë më shumë edhe po funksionon më shumë, se atje edhe po ka komunitet të organizuar, po edhe qeveria është lojtar shumë i madh, po edhe startupa ka tepër shumë. Kështu që për shembull kur të këshyrim atje, edhe me neve, edhe që kjo ke vrejtja që edhe është edhe në takimet për fushat që i pata me Uran Ismailin edhe Harullah Çekun, i thash, unë e kom klient e Ipkon, nuk kam çka me marrë manal se Ipko, e kom klient Interexi, nuk kam çka me marrë manal se Interexi, edhe ne kom klient Selman, nuk kam çka marrë manal se Selman, kështu që shumicën e klientave janë si profili. Kështu që të që shkoj une, a kujtën se atje është Vodafone i cili e ka 10 fish më të madh për gjetin, është një biznes tjetër që e ka shumë fish më të madh. Kështu që ideja është që çka po vrejmë është që ka shift që këtë dinamika edhe të na edhe organizatë tjera të cilat janë marrë, ka rënë ndikimi, do nuk po mujnë as me mbledh njerëz as ideas, përpara na janë atakuar shumë evente, unë ti kemi shku çdo vjet 3-4 herë më bu mentor të dikujt për me shty me bë përpara, tash nuk ka as event, as nuk ka njerëz që bujnë si gjana. Edhe vetëm format për me mri dhe me nxit është që çfarë po bën ti sot dhe çfarë bujnë tjerë, une për me shti qatë drive-in që hej, nisja bën diçka. Sepse të na kanë dhej senet pa u kon Kerecu, kanë dhej senet pa u kon ICK-ja ose institucione tjera. Kanë nis njerëz, kanë bo, po të na është kriju edhe një sen që e qita një status edhe në LinkedIn, që ka njerëz që kanë përdor komunitetin si trampolin, me i marrë punë të vetë edhe mu tani kurs ju në këthy
me do kohë pare me dhonë, që kjo po më është njëna pejsane që pres me ndryshu, edhe shpresoj që unë bu në shembull për qëtësen, që hej, qëre se kinë në regull, edhe në një turizm, një 4 CEO, i thash, unë moj trajnime, dikon 3-4 orë një aftë i doj për që se përbëna. Edhe që se unë i doj 300 orë në vjetë, për me kontribu për një mirëqenje ma gjatë, më nej që edhe ju dori me bo, edhe mos më kritiku, valla s'ka punëtor, s'ka njerë, sepse s'po ndon kohë me bo një gjatë tillë. E kështu që ky vëdësimi, që është ashtë më herët që po qkapët që ke mas 25 vjetëve, tash për kuptojnë që hej, ti e pjesë përbërës e ekosistemi, ti duhesh me kontribu, se cili duhet me bo pjesën e vetë, me shti me bo, edhe për më mujtë me ndiku. E kështu që ajo se cili puzzle me u bo, që më bo fotografia madhe, a ka shkan, fatkeqësisht dhe sa s'kena pas qeverije cila është me sy ka ndërmarsia, besoj që në të ardhmen do të kemë, që mi jep një farë boost i kështu, edhe me fonde investive, po edhe me legislacion që e regullon që ti që start-up nuk ki nevoj me ishti ortak ata në RBK investitor, se të na me legj halo duhesh mi shti qështu, tani për një nënshkrem një kredi një overdraft duhesh mi pru 9 veta me nënshkru atë, kështu që qëto ndryshimet kanë me e bo të mundshme, edhe kena një farë mindseti na halo kështu të fukarallaki që dojna si me shita kollore, mi knaq krejta, të e shërë thirët qeveria jep një fond aty për digital transformation, nëse mi do 5 vene ka 100.000 euro, shkën i do 100 vene ka 2.000 euro, edhe asë nuk bën digital transformation, asë kur gjë, po veç e del një lajmë i mirë. E ki qëto sene, pi përmendi kështu shkallazi, është qka e kryon ambientin për dikur si keret su me mujt me katapultu startupa, ose ICK-ja për me katapultu njerëz me skills të reja, ose diçka. Tani të i po që to paterna, edhe në gjithmonë tani ishte i hundë. Si që tash me shkolla PKI, peshet që njerëz nuk jënë të e përdor, edhe është rrana e madhe që jënë të e përdor, jënë të e përdor ata që jënë book smart, street smart, që they know they think, po tjerë jënë të e përdor si Google. Ideja u konë tash veç me i bo upskill që ta profesionista, sepse është një valje re e mundësive për neve me kap, e në aty të i kalu kështu të umar me vota, me sane kështu palidhje. Nështë për ndëgje edhe une kështu prej tjerve faqë që po i intervistaj si ty, që kemi pak edhe një moment ku njerës kanë kriju një lloj rahatie të pagisave më të nolta prej pandemis, kanë mundur me punu jashtë, tregu e maturu pak, disa profesione përpaguan, po vazhdojnë përpaguan ma mirë, edhe kjo është një me marrë rrezikun e ndërmarrësisë, ku kur gjë nuk kitë sigurt, ose dhe me nejt me një rrugë 1.000-2.000 euro, është pak një demotivim për ndërmarrës potencial. Krejt më varët se kush ti instalon ato ëndrat e para aty. Ti e ki përmend edhe për vetin në podcast që është print kanë insistu me shku beyond qësaj që jënë të lypët dhe të bo tjertë. Unë mas mirë dhe ka parafrazu Erman Sadiku në podcast që thot na i kena mri ëndrat e printëve tonë me 30 vjetë. Pra me pas banes, kerr edhe një rrugë të mirë. Edhe të është të shumë gjenerata të reja është qëto ëndra që e ka instalu print të vetë, që i thojnë adin mos punon shumë, mirë je, rahat, rreth çdo, e dikush që është outlier, që s'ka pasur si këshilla që i ka thonë hey, nëse ti mundesh me fluturu, ata tani po e marrin çështë iniciativën edhe pejgrojnë. Unë mendoj që ajo instalimi të ëndrave i ka bën njerëz me u përshtat me status quo. Edhe të na nuk ka pasur si kriza si ka ndodhur tash që u mshelën shumë biznese, edhe në call centers për kalojnë AI, USAID u mshel, remitancat jënë të orë për qëllime këtë tjera, e uja sankcionet, ke këto, tash ti duhesh me fitu dinarin, e qaj drive, është në menej që në 18 mujtë e ashtë, na veç ishtë dasht me pa nisit e qësajna. Po, edhe unë e kom pasë qështu, unë kom personi tret me i pagun në organizat, kërë kom punu sfundmi edhe kom vendos me thonë, hej, lese,
let's start from beginning of then. Edhe po më it's okay. Kom bu mirë para. Valjan, çka po isha në ekipet që edhe shumë prej punës që po fol, po përmend edhe njerëz tjerë dhe anëtarët e ekipeve, një 3 kështu cilësi të njerëzve që i synon me i pas në ekip nga aspekti kulturës, etikës të punës e personaliteteve që e bin më shumë qatë produktivitetin edhe i bën ata mu ndo prej masës nështë. Po, unë i kështu 2 sende, aje fast thinker, a menon shpejt, ata që kanë në intervistat halakate se din, unë njënë për pyetjeve që e bëj është që se kësha thonë që tash me porosit, buku kësha porosit, do në që atë mirë në intervistat është me po, a e ka geolocation, a e din që a kena offer, me ma jep zjenë, sepse puna jonë është që si natyre, edhe e dyta a janë kurios. Që se e shë që e kurios edhe po dënë me mësu edhe je okej që s'den, që aja për mënej është malmesa kryesore për me pas sukses. Që se vjen i ngit, edhe që kjo është problemi me gjenerat e reja, janë të ngit me dije, i din krejt. A i din apo mendojnë që i din? Po dhe mendojnë që i din edhe ti, po që aja për thëmë, e ngit edhe ti pe ki shumë të vështirë me penetru dhe me thonë, hej, qëre bese. E tani, kur po më shojnë mu, për shama të ina i thajnem, ose të bo shërë një artikull të lezu, se të bo observu, tani me thonë, na këna menu që ti din, fakti që unë jone pajtu që si di kitë senet, më bën ekstrem kurios që në gjithë ditë bëj diqka, testoj diqka, edhe i bëj që multiple hats, edhe kur djem puna ashtu me folë, të multitasking, që I'm a living proof që mundesh me bo, mundesh me burnout vetën, e kom burnout, kështu që ideja është që qaj ndjenja e arritjes është e pashpagueshme. Po më duket që shumë njerëz të na i kanë marrë sanet shpejt, lehtë edhe nuk kanë mujt me shiju qatë achievement, qatë arritje, edhe tani e kam bo veç kështu hade ami part. Edhe si fajsoj se dikush e ka qatë stil tjetër, unë e kam antar të familjes që i bojnë qëtu sane, i dhe me bo pare, ditën e mire, po mu, edhe pse jem gjaruar, por jam kënaqë, po the idea është që këto tjerat janë matë përmbushse, nuk ka sen matë keq, që edhe Gary Vee e qiti, ja unë e kalunë në LinkedIn, tha, a kështë marrë një rogë $200,000 në vjetë, po s'je i knaqën me punë, a me shku në një vend ku ti knaqën, dhe çdo ditë shkën me qef, po i merë €100,000. Shumica komenteve këtë e dyta, përshkak se që aja përmbushja ndikën tani edhe në shvet që sillesh, edhe me shoqëni, edhe me muhabet, edhe me kreti. Po dhe me punën, sa ta bjanë matë mirën. Aje, mundesh me pas epizodat caktume ku thumë për shkaj për hiq të po punoj për marrë qka që parë, ose për bëj qëta. Edhe arina, unë e mojnë men, kërë më shku në Kaktus me punu për jetë parë, ja mu cila rruga me e vogël, ka thonë 350, a këmë okej, pjanismi 350, në 2008, se më s'pojnë 3, pa në e kërë që ishtash. Edhe tani unë gjdo muj e këmë dëshmu vetën edhe mu ka rrit rruga, gjdo 2 muj, 3 muj mu ka rrit, për shkak se mu ka e mundësi ja me dëshmu vetën edhe e kja rritë, kështu që nuk e kom edhe ti ke rritë teritorin. Po, që kjo është ideja, se mu gjithë ma bëjshin këta të HR, ti si e punëtur stabil, se po shijet që çdo vetë e ki ndru vend e punës, edhe unë nuk reagojsh, edhe kërsa arrej ma pa të bu një pyetje një kolegë, asë po t'vjeni nati që po të qështu, i thash, jo man, thash se so ka mundet me po që unë e pi ligës të 4, ku më orën ligë të parë, kështu që qaja është diçka që njerëz nuk e shohin, edhe unë ku mri me punu me të njerëz që riqë moj tepër shumë, edhe që kanë dikim në punën edhe veprat e tyre që i kanë bërë çdo ditë, edhe kështu që me u ekspozu në qasi veni edhe me vjedh aty edhe me mësu prej tyre, edhe me mësu edhe gabim që ka bojnë ata, edhe që ajo është mësim, ka bu mu kjo që jam sot. Valjan krejt për fund, nëse e kini, se shumë u thanë, shumë elemente shumë të mira, shumë mësime u ndonë, një mesazh përfundimtar për tri që aspirojnë në tërmarsin. Mu e mgu ikni për këti veni, të prish kejtë, kështë, falë, po, unë e menej që do një me ikë. Jo, ideja është që nuk ka shpagim më të mirë se me këthy pasionin në punën që e për në të gjithë do ditë. Do që kjo është ideja.
me shiju çdo moment, sepse kam përvoj tash me shoqërinë tem që kanë punu 20 vjet në institucion edhe janë kështu, e kanë atë farë wake up call që çka kam punu 20 vjet kështu edhe atë nuk ka çat farë qëllimin e përmbushjes të krymë. Çajo është tepër e rëndësishme, edhe mos pritni nes janë mos i ngoni tjerë, kërkush nuk din më shumë se sa që ti din për pasionin, qëllimet e tua. Ndëgjoj tjerë të respectfully, po edhe që se gabon vepro shpejt. Unë gjithë ku marrë punë njerëz që janë konë shumë të mira në nej, po u dash me marrë dhe vendimin me largu se e ki paqës nuk fitirat. Unë e kam një fjallë që këta stafi e din, i thëmë rënditja yjeve dhe hanës nuk është në qatë moment që na mundemi me pas sukses krejt, kështu që Vishnisja provo mëso qohu mësonal, kur ma let nuk u konë me nis, kur ma lirë su konë me dështu, kështu që na kanë mu ty që mujme na shkrujt najnë atë papritu shumë, jetës shuni ma shumë, se të ngull. Edhe, që kjo, that's it. Okej. Valen shumë falenderit për diskutimin shumë interesant. Ju nesnja na pe krymë, edhe deri herën tjetër. Falenderit, ju.